Pra vdekja është kthim tek Allahu subhanahu wa taala, por njerit është edhe çlirim nga lodhja e jetës kësaj bote. Jeta e kësaj bote, siç e dini, pa marrë parasysh që ka shumë mirësi, ka shumë bukuri, ka edhe kënaqësi, po njerit ka edhe lodhje, ka mundime, madje të kopshme. Po të mos ishte vdekja, njeriu do të përciste nga hidhrimi, do të përciste nga mos përvallimi. Prandaj vjet vdekja dhe na shqiron nga ky burg. Për ne besimtarët, bota është burg. Pra jeta e kësaj bote është burg. Siç thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunjaja është burgi i besimtarit, wa jannatul kafir. Edhe është xheneti i jo besimtarit. Pse? Sepse besimtari nuk mund të gjejë rahati duke qenë larg Allahut. Besimtari nuk mund të gjejë rahati me shkaqe që janë të përkohshme, që përfundojnë shumë shpejt. Nuk mund të gjejë rahati në një botë ku ka probleme, ka telashe, ka mërzi, dhimbje. Absolutisht nuk mund ndodhi një gjë e tillë. Rahatin e gjen vetëm në afërsitë të Allahut, në një botë, në një dimension që nuk ka telashe, nuk ka probleme, në një botë shpërblyese. Për arsye se kjo botë është testuese dhe rrjedhimisht duhet të ketë edhe një botë shpërblyese. Derisa jemi në një botë testuese, testet janë sfida, sfidat janë telashe, janë mundime. Pra ne duhet të kalojmë përmes rrugës së sprovimit për të arritur tek caku i shpërblimit. Dhe